Një spektakël ku vipat përballen me sfida, strategji dhe emocione të forta. Të izoluar nga bota jashtme dhe në vëzhgim të vazhdueshëm, ata luftojnë për të fituar mbështetjen e publikut e për të qëndruar gjatë në lojë. Duke qenë një gara pak të lehtë dhe manipulimet ekzistojnë, polemikat janë të shumta, anipse disa herë edhe jo të qelluara. 24 orë në 24, çdo lëvizje vëzhgohet. Çdo vendim ka pasoja. Vëllai i madh ju njofton se Kristi Lamaj është përjashtuar përfundimisht nga gara. Greta, me udhëzimet e vllait të madh, të ftoj të lësh shtëpinë në këto momente. Dhe publiku është gjithmonë aty, duke gjykuar mbështetur e mbi të gjitha duke vendosur për fatin e tyre. Dhe publiku ka vendosur që banori që duhet të largohet sonte nga shtëpia e Big Brother, po ashtu nga studio, Bimbo. Në një rrugtim plot emocione, sfida dhe momente të paharrueshme, 4 finalistët, Mateo, Selin, Robert dhe Miri kanë arritur deri në finale. Çdo hap i tyre brenda shtëpisë ka qenë një histori në vete, një përballje me veten, por dhe me njëri tjetrin. Mateo me energjin dhe vendosshmërinë e tij ka treguar se nuk dorëzohet. Selin me ndjeshmërinë dhe forcën e saj ka fituar zemrat e publikut. Roger, strategu i heshtur që ka ditur gjithmonë të luajë ashpër. Ndërsa Miri me sinqeritetin dhe karakterin e tij të fortë ka sjell autenticitet në çdo moment. E të kthehemi tek tema javore e kësaj nate që ka të bëjë me rivalitetin e dukshëm të Arbanës kundrejt Ledionit dhe Top Channel. Ndërkohë kisha këtë fëmijë që më qante dhe s'po kuptoja çfarë kishte. Dhe pastaj vetas kuptova që më kishte ikur qumshti. Dhe thjesht ndjeja vetëm lotët që më lëridhin pafund dhe kisha këtë bebe në dorë dhe thash Arbana çfarë po bën? Mjafton kjo video që Osmani ta përmend në mënyrë indirekte Topin. Nuk po marr përgjigje Akil, po marr ça niveli. Po nuk ka të mlon në fund ajo. Është emision tjetër ai, nuk është ky. Nuk vënoi shumë Deliqo ja ktheu gjatë një batut me Arbren. Edhe ha? Kishin plaka çuna kishin më qaf. Është program tjetër ai. Fal, Po do të fillojmë së shpejti atë programin. Por, kjo nuk mjaftoi. Arbana ko pas kohe përmend që firma VIP po thyen rekord të klikimeve. E madje ka lejuar që këto formata shohin shqiptarët online në kanalin e saj zyrtar dhe të firmës, pra që shqiptarët të mos shpenzojnë para për të apunuar me pagesë. Taktike mençur kjo apo jo? Në anën tjetër, edhe Ledioni në hyrje i falendron gjithmonë shikuesit besnik duke thënë që janë një dhe të vetmit. Por, në fund të fundit është publiku ai që vendos se kë format ta sheh. Ajo që dihet sigurt është që audienca lidhet edhe emocionalisht me lojën e secilit konkurrent. Ku kush më pak e kush më shumë po jep show për këtë garë që në finale të kurorzohet me çmimin e madh.